Ne jetojmë në një kohë kur njerëzit e suksesshëm dhe me ndikim mund të përjetojnë të gjitha kënaqësitë materiale të jetës, të paktën teorikisht. Shpesh këta politikanë, aktorë dhe sportistë të famshëm janë fytyrat e projekteve bamirëse dhe shumë fondacione janë emërtuar sipas tyre. Megjithatë, ata veti kalojnë ditët e tyre në jahte dhe resorte luksoze, veshin rroba të veçanta dhe ngasin makina egzotike. E gjithë kjo për të thënë se ata nuk kanë ndërmend t'i mohojnë vetes një mënyrë të pasur jetese. Sot do të flasim për një futbollist të suksesshëm, pasuria e cilit mund t'i kishte mundësuar të bënte një jetë të shkujdesur me të paktën 100 makina dhe disa avion privat. Megjithatë, siç ndoshta e keni marrë me mend, tashmë ai zgjodhi të ecte në një rrugë tjetër dhe të mbetet një patriot vetmohues i atë dheut të tij. Heroi i historisë është një djalë këmbëzbatur me emrin Sadio. Ai lindi më 10 prill 1992 dhe e kaloi fëmijërinë e tij në një fshat tipik afrikan të Bambali, i cili ishte plot me shtëpi të rënuara dhe fëmijë këmbëzbatur. Familja e Sadio ishte e madhe, gjë që rezultoi në 10 persona që duhet jetonin në një shtëpi të vogël, pa energji elektrike dhe pajisje të tjera. Siç mund ta kuptoni, nuk kishte ushqim të mjaftueshëm për të gjithë. Me pak fjalë, familja ishte e varfër. Kur Sadio ishte vetëm 11 vjeç, furnizuesi kryesor i familjes me të ardhurat ndroi jetë, gjë që e përkeqësoi më tej situatën e tyre. Menjëherë pas kësaj, në vend që të studionin, djemt duhet të fillonin të punonin në fusha duke kultivuar sheqer dhe oriz. Sa herë që djali kishte kohë të lirë, ai luante futboll me djemt vendas duke përdorur një top të bërë vet nga leckat. Sigurisht jeta nuk ishte e lehtë, por edhe përkundër varfërisë që e rrethonte, djali kishte ëndra të mëdha. Sadio i vogël ishte i çmendur pas futbollit. Natën kur shikonte qiellin me yje, ëndronte që një ditë të bëhej i famshëm dhe të nxirrte familjen nga varfëria. Nëna dhe xhaxhai i tij megjithatë nuk ndanin entuziazmin e djalit dhe u përpoqën ta pengonin të luante. Ata besonin se një djalë nga një fshat i harruar nuk kishte asnjë shans për të bërë futbollist dhe se ishte më mirë për të që të planifikonte të bënte diçka realiste me jetën e tij. Mendimi i familjes filloi të ndryshoi kur në Kupën e Botës 2002 kombëtarja e Senegalit arriti në çerek finale. Në atë moment Senegali filloi të konsiderohej një lojtar kryesor në botën e futbollit. Dhe nëna e Mane nuk kishte zgjidhje tjetër veç se ta lindte djalin e saj 10 vjeçar të shkonte në kryeqytetin e futbollit të vendit. Por si mund të shkonte në një udhtim të tillë pa para? Ishte padyshim një aventurë e rrezikshme. Mane gjeti strehim në një familje që pothuajse nuk e njihte, të cilës i ofroi para dhe i zbuloi planin për të bërë një futbollist profesionist. Kur djali shkoi në akademinë e futbollit, ai pa aq shumë djem të kualifikuar, që gjithashtu donin t'ia dilnin në futboll, saqë humbi besimin në veçantinë e tij. Situata u rëndua nga trajneri i moshuar, i cili nuk i pëlqeu çizmet e djalit dhe pantallonat jo atletike. A mund ta besoni se Mane shkoi në prova me çizme? Por kur Sadio i vogël doli në fushë, mendimi i trajnerit ndryshoi menjëherë. Ai ishte shumë i shpejtë dhe lëvizjet e tij me topin dukeshin si një kërcim. Pas provave, trajneri e la Manen të bashkohej me ekipin, por atij u deshën disa muaj për të demonstruar vërtet talentin e tij. Gjatë gjithë kohës së tij në akademinë e futbollit, nëna dhe xhaxhai i dërguan atij aq para sa të mund të kursenin nga strehimi dhe ushqimi. Edhe trajneri e ndihmoi djalin e gjor me sa mundi. Së shpejti ai u shpërbleu të gjithëve pasi djali u stërvit shumë, sikur topi i futbollit ishte vetmja gjë që kishte rëndësi në botë. Disa vite kaluan në një mënyrë të tillë. Gjithçka që Mane dinte ishte praktika e futbollit dhe fusha e futbollit. Zelli dhe përkushtimi i djalit bën që francezët t'i kushtonin vëmendje. Dhe së shpejti ai nënshkruajti një kontratë me klubin Metz. Deri në momentin e fundit ai e fshehu këtë lajm nga familja e tij, dhe ata nuk e besuan plotësisht atë që po ndodhte derisa e pan djalin e tyre në televizion. Në fazën e tij më të suksesshme ai luajti për Liverpool. Përveç një karriere mbreslënse, familja e tij kishte një arsye tjetër të rëndësishme për të qenë krenare për të. Të gjithë e njohin Mane si një futbollist profesionist, por shumë e dinë edhe për përpjekjet e tij për të ndihmuar të varfrit. Mane është një person fetar. Ai falet 5 herë në ditë dhe sillet me modesti në mënyra që nuk janë tipike për atletët profesionist. Ju mund të habiteni, por Mane beson se detyra e tij është ndaj gjithçka që i vjen, që është vërtet shumë. Paga e tij në Liverpool ishte $293,000 në javë, që është e barabartë me $15.5 milion në vit. Ajo që është interesante është se Mane i përdor këto para për të ndihmuar njerëzit. Atleti nuk drejton makina të shtrenjta, të blej rroba të stilistëve apo orë Rolex. Ai nuk ka një vilë apo jahtë. Shumë njerëz filluan të flasin kur para një loje kamerat kapën një pamje interesante të tij, duke mbajtur një iPhone 11 me një ekran të thyer.
Duke gjykuar nga pamja e telefonit, ai duhet ishte zëvendësuar shumë kohë më parë. Në fakt, Mane ishte i vetmi lojtar që nuk kishte pajisjet më të fundit, edhe pse kishte parat mjaftueshme për të bler 350 iPhone të rinj në javë. Mane beson se blerja e një makine ose ore të re nuk do ta bëjë botën më të mirë dhe preferon të shpenzojë paratë e tij me mençuri. Pasi Mane filloi të merrte të ardhurat të qëndrueshme, një nga projektet e tij të para ishte ndërtimi i shkollave dhe fushave të futbollit në fshatin e tij të lindjes. Ai e bëri këtë sepse e dinte vetë se si ishte të mos kishte mundësinë për të shkuar në shkollë dhe për të bërë aktivitete pas shkollës. Mane shpresonte që adoleshentët do të donin të qëndronin në fshatin e tyre, nëse do të kishin të gjitha kushtet për të ndërtuar karrierë të suksesshme atletike atje. Më vonë gazetarët zbuluan se për vite të tëra Mane i dërgonte çdo familje në fshatin e tij $100 në muaj, thjesht për të ndihmuar të ushqehen dhe të jetojnë mirë. Në fshatin e tij ka më shumë se 100 familje. Mane gjithashtu i siguron fshatit ilaçe, rroba dhe këpucë. Ai beson se paratë që dërgon nuk do t'i nxisin njerëzit të bëhen plotësisht të varur prej tij, por në të njëjtën kohë do t'i pengojë ata të mbeten të uritur, siç ndodhte me të kur ishte fëmijë. Është e rëndësishme të theksohet se nuk është e pazakontë që njerëzit në Senegal të jetojnë me më pak se $1 në ditë. Fakti që vendasit janë shumë krenar për Mane, duket që në momentin kur shkelnin në aeroportin e Dakarit, ku të pret një pankart me Manen e qeshur. Ai shfaqet gjithmonë në reklama lokale duke u shfaqur në tabela kanaçe pijesh dhe kontejner. Bota është ende e mahnitur se si Mane arriti të ruajë për ulësinë e tij pas triumfit të tij në Liverpool. Paratë dhe fama nuk e turbulluan mendjen dhe veprimet e tij tregojnë se sa e rëndësishme është të mbetesh një person vetmohues. Në internet janë shfaqur pamje në të cilat sportisti i njohur po pastronte tualetet e një xhamie me mikun e tij. Mane shpjegoi atë që ndodhi duke thënë se një ditë takoi një mikun e tij në një xhami dhe vendosi ta ftoi për çaj pas lutjeve. Miku i tij i tha se nuk mund të vinte sepse duhej të pastronte tualetet e xhamisë. Në atë moment Mane i sugjeroi që të dy ta bënin punën së bashku. Dikush i filmoi dhe Mane kërkoi që videoja të mos postohej në internet dhe personi që po filmonte u betua se nuk do ta bënte. Të nesërmen videoja ishte ngarkuar. Mane megjithatë nuk mendoi se ishte një problem. Ai nuk e kishte problem punën, sepse e kaloi fëmijërinë duke punuar në arat e fshatit të tij dhe vazhdon ta bëjë këtë në çdo pushim që kalon në shtëpi. Mane u mbajt pas shpresës e cila e shtyu përpara derisa arriti rezultatet e dëshiruara. Kur më në fund arriti sukses, ai mbeti një njëti djalë modest që jetonte thjesht dhe u jep atyre në nevojë një pjesë të asaj që fitonte dhe gjithashtu një pjesë të vetes. Çfarë mendoni për historinë e njeriut më të famshëm të Senegalit? Na tregoni mendimet tuaja me anë të komenteve dhe na ndiqni në videon e radhës duke bërë subscribe.